Shikues të nderuar, selam aleikum. Ja ku takohemi së bashku për të realizuar emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Do të flasim sot me Hoxhën Alaudin Abazi lidhur me pyetjet tuaja që na keni dërguar në adresën tonë elektronike pyetje@civizks.com. Hoxhë, selam aleikum, mirëserdhje. Aleikum selam, mirësejgjej. Po fillojmë me tri pyetjet e para të shkruara nga një shikuese, thotë jam 27 vjeçare dhe kam nevojë për përgjigje dhe këshilla tuaja lidhur me shqetësimet e mia. Pyetja e parë thotë më brengos vazhdimisht çështja e martesës, gjatë gjithë kohës shqetësohem për këtë gjë pasi që kam dëshirë të martohem me një djalë të devotshëm dhe lut Allahun për këtë gjë dhe me lejen e Allahut të vë edhe mbulesën. Por problemi qëndron që nuk kam shansa të tilla. Të gjitha shansat që mi propozon janë djemë që nuk janë praktikues të fesë islame dhe i refuzoj. Por ndodh që nganjëherë antarët e familjes më thonë se po i refuzoj se ndoshta i bëj për të falur namaz. Çfarë mendoni ju rreth kësaj që më thonë antarët e familjes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht lavdrojmë Allahun e Madhërisht, i dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me këtë pyetje, ajo çfarë mund të themi është se vërtet çështja e martesës apo gjetjes së personit adekuat, të thotë, për ta kaluar pjesën e mbetur të jetës është, do thotë, një dilemë dhe një pikpyetje me të cilën ballafaqohen shumë të rinj dhe të reja, dhe vërtet shpesh të ndodh edhe ne si hoxhallar, po edhe në jetën në përgjithësi që njerëzit të bëjnë, do thotë, të kenë, do thotë, në vetveten e tyre një lloj shqetësimi apo një lloj kompleksi se vallë si do të jetë apo do të takoj apo do të vijë koha të ndodh ajo ai takim dhe ai njoftim apo jo. Pra nuk duhet të marr shumë, po them kushtimisht, afër zemrës edhe mërzi se vallë pse nuk po ndodh kjo. Mandej edhe mosha 27 vjeçare, duke pas parasysh rrethanat bashkëkohore tash, nuk është një moshë që është situatë me thënë se ka kalu koha e kështu me radhë, ende është, do thotë, herët dhe me lejen e Allahut do të vijë ai moment edhe inshallah do ta gjeni, do thotë, person adekuat. Mirë, po e tëra çfarë duhet me qenë, do thotë, me pas parasysh, do thotë, kjo vajzë është se vërtet në përzgjedhje nuk duhet të shkuar nga ai aspekt që të kërkohet personi që është perfekt me të gjitha ato karakteristikat dhe cilësitë që ai ndoshta apo secili njeri i paraftyron vetveten e tij që do duhej me i pas, do thotë, personi apo njeriu me cilën dëshiron të martohet, pavarësisht është vajza apo djali. Po në anën tjetër, gjithashtu edhe në përzgjedhje duhet të ketë parasysh disa gjëra për të cilat ndoshta pastaj, do thotë, kur vendoset apo kur bëhet përzgjedhja do të bëhet vonë. Këtu, do thotë, e domosdoshme është çështja e praktikës islame dhe sa është musliman ai person i cili e zgjedh, do thotë, kjo vajza për të qenë, do thotë, bashkëshort i saj. Prandaj është normale ai vrejtje, nëse mund ta quajë, familjarëve, se nuk duhet me qenë i përpikt që të kërkohet personi që është musliman me të gjitha pikpamjet e kështu me radhë. Mirë, po të njëjtin kohë nuk është e drejtë edhe ju të heqni dorë nga ky synim i juaj që bashkëshorti juaj i arshëm të jetë, do thotë, me tiparet spaku të ketë disa cilësi që mund të nënkuptoj se është, do thotë, kërkon, do thotë, një familje islame dhe është interesuar, do thotë, që të ngrijë, do thotë, dhe ta ndërtoj një familje me pasardhës musliman dhe që do t'i edukojë në frymën islame. Prandaj unë them se nuk do duhej, do thotë, heqni dorë, do thotë, nga kjo, kurse ajo se pse s'po ndodh që të lajmërohet dikush, mund të jenë, do thotë, rrethana të ndryshme. Unë tash mendimi jam, do thotë, në këtë fillim mund të jetë edhe arsyeja ndoshta shoqëria me të cilën ju shoqëroheni, edhe pse ndoshta ju jeni të interesuar për një mashkull musliman që fal namazet e kështu me radhë, mirë, po shoqëria me të cilën ju shoqëroheni, rrini, shoqet e kështu me radhë, mund të jep, do thotë, çatë pasqyrim. Po përmend çështjen e mbulesës, thotë, kam në plan pra ta bëj mbulesën. Ndoshta do duhej ta bëj këtë hap fillimisht.
para se të dalim do thotë te mbulesa, kjo çështje është me rëndësi. Për arsye se sot është koha e internetit, e Facebookut, dhe do thotë që njerëzit para se të fusin të futen në çfarë do kontakti, më së pari bëhet një lloj identifikimi të personit me të cilën dëshiron do thotë të fillojë ndonjë kontakt ose edhe ta kërkoj për grua. Prandaj unë mendoj që ndoshta arsyeja mund të jetë nga arsyet pse nuk është ballafaqur me ndonjë rast që një musliman që fal kohët e namazit ta kërkoj do thotë këtë vajzë për grua, mund të jetë për shkak të thotë se ajo nuk identifikohet se është një muslimane besimtare që e fal namazin dhe është e përkushtuar ndaj fesë, prandaj edhe vëllezërit musliman, po them kushtimisht, janë praktikues edhe nuk kanë ndonjë synim tek ajo për arsye se nuk shohin diçka nga këto rrethana të cilat i përmenda pak më herët. Prandaj është e nevojshme që ju këta ta dëshmoni, qoftë do thotë me shoqëri të pastër, shoqe do thotë që janë muslimane praktikuese e kështu me radhë, po në anën tjetër gjithashtu edhe aspekti i sjelljeve tuaja, qoftë do thotë nëpër faqet e internetit apo edhe nëpër Facebook, e kështu tjetë do thotë në përputhje me mësimet islame, mos ketë ndonjë tejkalim qoftë në shoqëri e kështu me radhë, për arsye se këto shumë ndikojnë që një vëlla musliman ta kërkojë një vajzë e cila po them kushtimisht nuk është me mbulesë, po është praktikuese islame, që kjo të shihet qartë. Gjithashtu edhe kjo që po e përmendni ju, edhe aspektin e mbulesës luan rol, do thotë që dikush prej vëllezërve kur të bën përzgjedhjen e bashortës që është musliman, fillimisht dëshiron që ajo me qenë e mbuluar, pra arsye se tjetër nga ana e djemve ka ky kusht. Është. Prandaj edhe nëse ndodh do thotë ky hap, edhe pse nuk duhet me qenë kjo arsyeja vetëm për të gjetë, po nëse e sheh do thotë kjo vajzë se është bindur do thotë për çështjen e mbulesës, gjërat që ndërlidhen me këtë praktik, atëherë ndoshta më e drejtë është që ta praktikoj më një herë, ta vej shamin, edhe lutim Allahun e Madhërisht edhe t'i hapet rrugë do thotë për atë që është më hajër për të. Një pyetje brenda kësaj pyetjes, thotë a është lejuar t'i propozoj një djali që më pëlqen, kuptohet përmes dikujt. Nëse është e lejuar, më këshillo dhe më trego si ta largoj unë natin ndjenjen e keqe që mund të përjetoj nëse ai refuzon, pasi që ai mund të më njeh mua. Nuk ka gjë të keqe nëse i propozoni ju ndonjë mashkulli për martesë, kuptohet në formë indirekte ashtu siç përmendet. Mirë, po nëse juve ju mbren ajo arsyeja se nëse ai refuzon, pastaj do ta ndihni veten keq se si i keni ofruar atij, do thotë që në martesë ai ka refuzuar, dhe mund të keni do thonë ndonjë mërzi e kështu me radhë, atëherë në këtë rrethon mos jetë do thotë kërkesa direkte, drejt për drejt, po të jetë do thotë një kërkesë pak më indirekte, ajo shoqja ose motra e afërmja e atij mashkulli me të cilin ju dëshironi të kontaktoni, të jetë do thotë ajo kërkesë apo informim në formë indirekte, edhe të shihni se a ka interes ai djalë apo jo. Nëse ka interes, vazhdohet në atë komunikim. Nëse nuk ka interes, atëherë ndërpritet në aty dhe nuk nënkupton edhe ai djali se ju i keni ofruar në formë të drejtë për drejtë martesë, dhe në këtë nuk duhet me qenë do thotë me pas ndonjë inat apo ndonjë mërzi, për arsye se këto gjëra do thotë nuk janë do thotë situata apo rrethana që do duhet njerëzit të mbajnë inat apo të mërziten e kështu me radhë, për arsye se janë situata të ndryshme, rrethana të ndryshme, arsye të ndryshme për çfarë njerëzit refuzojnë martesën apo pranojnë e kështu me radhë. Prandaj të gjitha këto duhet me i pas parasysh, e mos jetë të thotë e tëra vetëm nga ajo pikpamja se unë kam dëshirë dhe pse të më refuzoj ai mashkull e kështu me radhë. Dhe pyetja e tretë e kësaj shikuese thotë pse kur jam në shtëpi ndjehem shpirtërisht e qetë, kur punoj jashtë shtëpisë nuk e kam atë ndjesim. Kjo është do thotë një natyrë apo një gjendje shumë e mirë që është pozitive në rand të parë, për arsye se neve shpeshherë ballafaqohemi me njerëz të cilët thonë se kur jemi jashtë shtëpisë dhe me shoqëri apo në punë se ndihemi shumë më mirë, kurse kur jemi në shtëpi ndihmë do thotë një lloj ngushësie, mërzie e kështu me radhë. E kjo do thotë në rand të parë është diçka pozitive, mund të jenë do thotë rrethana të ndryshme, po sidoqoftë kjo nuk duhet të ju mirëzis dhe kjo është do thotë një gjë e mirë për arsye se njeriu do thotë me ndi veten të rehatshëm në shtëpi
është të thot një nga lumturitë që më shumë i kërkojnë njerëzit, prandaj nuk do duhet kjo t'ju shqetësoj, përkundrazi kjo duhet t'ju bëj të lumtur dhe t'ju gëzoj. Zoti e di më së miri. Një pyetje tjetër thotë selam aleikum, më intereson të di a është në rregull ky citat i cili përmendet nga shumica e hoxhallarëve. Të Allahut jemi dhe me siguri te ai do të kthehemi. Fjala me siguri më duket se nuk e ka vendin aty sepse është një ngjyrim dyshues, pra ka kuptimin e ndoshta, kur dihet se ne sigurisht te Allahu do të kthehemi e jo me siguri. Kjo frazë është në fakt pjesë e një ajeti të Allahut të Madhërisht në cilën thot i plotfuqishëm qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu xhalla wala kur po flet për besimtarët durimtar që janë sabërli, thot janë ata të cilët kur goditen me një fatkeqësi, me një musibet, qoftë thot me vdekja e dikujt ndonjë personi të afërm e kështu me radh, thot Allahu xhalla wala ajo në këtë rrethon ata deklarohen apo e thënë këtë lutje duke u mbështetur në Allahun xhalla wala që ne jemi te Allahu dhe tek ai do të kthehemi. Kurse fjala me siguri është e vërtetë se në disa rrethana ka kuptimin e një lloj, nëse mund të them, dyshimi apo kur një çështje është ka mundësi të jetë edhe ashtu edhe kështu dhe njëri do thotë i cili mendon se e vërteta është njëra nga këto dy opsionet, thotë me siguri është kjo. Dhe këtu mund të ketë kuptimin e mëdyshjes që në ajet asesi nuk është për qëllim kjo. Ajeti kur është përkthy me siguri nuk është për qëllim për mëdyshje, po është për qëllim do thotë vërtetimi. Domthonë kur njeriu ka një bindje të plotë për një çështje të caktuar, është i bindur shumë, edhe thot me siguri, me një fjalë jo të mëdyshjes, po me kuptimin e vërtetësisë dhe bindjes së plotë të asaj, thot me siguri dhe e dëshmon atë nga ky kontekst, e jo nga konteksti i mëdyshjes. Dhe prandaj edhe ajeti kuranor kur thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ka ardhur thot i thuhet në gjuhën arabe at-ta'kid, një lloj vërtetimi, një lloj një shprehje inna që nënkupton do thot një vërtetësi, domthonë një lloj vërtetimi që për një çështje që nuk ka mëdyshje fare. Prandaj edhe në këtë frazë kur themi ne jemi të Allahut dhe me siguri tek ai do të kthehemi, nuk është për qëllim të mëdyshjes, por është për qëllim do thot bindjes. Në shqip mund të përdoret kështu, po mund të kuptohet edhe çështja e mëdyshjes, po këtu nuk është qëllimi i mëdyshjes. Prandaj edhe nëse përdoret ne jemi të Allahu dhe sigurt tek ai do të kthehemi, nëse përkthehet në këtë formë ndoshta do të ishte më e drejtë, sidoqoftë kjo është domosdoshmë çështje që ka të bëjë do thot me gjuhëtarët dhe ata duhet ta diskutojmë, e jona është që ta kuptojmë se qëllimi këtu nuk është për mëdyshje, por është do thot për vërtetim i asaj për cilën është i bindur besimtari musliman. Zoti e di më së miri. Kalojmë me një pyetje tjetër, thotë selam aleikum, dikush të familjes dëgjova që kanë qenë te një plumtore dhe ajo u kishte thënë që keni të bë me krejt shtëpia juaj u ka lidh nafaka, nuk mundeni me përparu. A janë të vërteta këto gjëra dhe ku mund të drejtohemi për largimin e këtyre të këqijave? Kjo për çfarë bën pyetje do thotë ky shikues është një gjë që neve vërtet e kemi shpjeguar në disa pyetje të mëhershme, por prapë do të ndalemi dhe do të themi se shkuarja tek ta njerëz të cilët shkrin plum, qesin fall, merren do thotë me shërim të si i quajnë ato nga magjit e lloje të ndryshme të smundjeve psiqike me të cilat ballafaqohen njerëzit, janë do thotë njerëz të cilët faktikisht janë matrapaz dhe njerëz të cilët në shpinën e vështirësive të dikujt apo probleme me të cilat ata ballafaqohen përfitojnë materialisht. Për arsye se njeriu kur ka vështirësi, ka një mundim, ka një problem dhe nuk mund ta zgjidh atë, çdo formë e ndihmës për të është e mirë se ardha. Dhe këta e shfrytëzojnë do thotë këtë nevojë të këtyre njerëzve dhe me anë të disa manipulimeve, truçeve, fjalëve, frikave që u afusin do thotë në zemrat e këtyre njerëzve, përfitojnë materialisht. Për arsye se në rastin konkret kur shkon për shembull një familje që ka një hall dhe shkon te njerëzit e këtill, ata shfrytëzojnë këtë situatë dhe thonë ju e keni do thotë këtë problem dhe keni mëngji, keni këtë, e keni atë dhe për ta zgjidhur këtë duhet të veproni kështu, duhet vini vazhdimisht tek ne një herë, dy herë, 3 herë dhe gjatë çdo
seance të shkuarjes, ata përfitojnë do thot materialisht dhe të gjitha janë do thot truqe të këtyre njerëzve që të përfitojnë do thot para nga këta njerëz. Prandaj besimtari duhet të largohet këtyre dhe ta kuptojë do thot qartë se në dorë të Allahut janë të gjitha problemet dhe zgjidhja e tyre duhet të kërkohet tek i plotfuqishmi e asesi tek njerëzit mashtrues të këtill. Dhe kjo jo që nuk ka dobi shkuarja tek këta njerëz, po në fakt shkuarja, vizita e këtyre njerëzve, pastaj aplikimi apo besimi në atë çfarë ata thonë, këta falltor, janë gjëra që faktikisht edhe e dëmtojnë edhe besimin e muslimanit. Për arsye se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thotë se kush shkon te një falltor dhe i beson atij, atëherë atij namazi nuk do t'i pranohet edhe 40 ditë, që nuk kupton se ka luhatje në besimin e tij dhe Allahu na ruaj do thotë to veprime mund ta shpihen njeriu edhe në shirk edhe në mosbesim. Prandaj muslimani absolutisht në asnjë formë nuk duhet të vizitojë këta njerëz, nuk duhet të shkojë tek këta, po edhe nëse ka ndodhur që ka shku apo i ka bërë disa veprime, duhet të pendohet nga ato dhe t'u mbyll derën këtyre njerëzve dhe t'i drejtohet Allahut të plotfuqishëm për arsye se ai është i cili në dorën e cilit janë të gjitha gjërat dhe tek ai duhet kërkuar do thotë zgjidhje të problemeve, të mbështetemi atij, të mundohemi do thotë ti kryjm urdhrat e Allahut të Madhërisht duke filluar prej faljes së namazeve me kohë, pastaj edhe largimit të harameve, mas pari në praktikën e besimtarit, do thotë në vetveten e tij, pastaj edhe në familje e kështu me radhë dhe ky përmirësim i praktikës dhe i sjelljes së tij dhe në raport me krijuesin e tij nuk ka dyshim do të sjell edhe largimin e këtyre problemeve dhe këtyre gjërave për të cilat do thotë mund të ketë dyshim ai familjar apo ai njeri me familjen e tij në përgjithësi. Zoti i dhe mësmiri. Sot ju lutem kërkoj nga ju që të më rekomandoni ndonjë hoxh i cili punon me Kur'an dhe jo me hajmalia, se di nëse jam e qartë. Si pasojë disa probleme personale që kam, ndjej nevojën që të konsultohem me ndonjë hoxh që të më shlirojë nga ky presion. Po, është e vërtetë se ka shumë njerëz që kemi fol edhe më herët që i shfrytëzojnë do thotë to rrethana të njerëzve për të realizuar do thotë edhe apo për të përfituar materialisht me disa veprime truçe edhe gjëra të cilat e shpin njeriu në shirk. Kurse në anën tjetër është një metodologji islame burimore, ajo është do thotë fryrja me anë të Kur'anit dhe haditheve apo lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në gjuhën arabe i thuhet ruqya. Dhe këtë e praktikojnë disa prej hoxhallarëve edhe në trevat tona, po edhe mund ta praktikoj edhe secili besimtar me vetveten e tij. Vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka fry vetes. Tregohet në hadithe të qarta se i dërguari i Allahut, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, para se të binte në gjumë, ulej në shtratin e tij, i ngriste duart dhe lexonte surën Ikhlas, surën Falaq edhe Nas, i frynte duarve dhe me ato dur e përshkruante gjithë trupin sa mundej, 3 herë vepronte kështu dhe binte për të fjetur. Dhe kjo është formë e fryrjes apo rukjes që i bën besimtari vetvetes së tij. Atëherë nëse muslimani e sheh për shembull një fëmijë të tij apo dikush domthonjë që ka ndonjë problem, nuk është i shqetësuar e kështu me radhë, ka mundësi me i fry atij pjesë nga Kur'ani e kështu me radhë. Dhe këto veprime mund t'i bëj secili njeri individualisht. Do thotë çdo besimtar, nuk është kusht të jetë hoxh, por mund ta bëj do thotë secili musliman. Mirë po në disa raste më specifike kur problemi është pak më specifik dhe më i rënd, ka mundësi dikush prej hoxhallarëve ta kryejë do thotë të njëjtin punë me fryrje të thjeshtë, jo do thotë ndonjë komplikim apo diçka tjetër, dhe në këtë formë mund të bëj. Dhe këtë e bëjnë disa prej hoxhallarët, unë për mos të bërë do thotë publike edhe numrat e telefonave të këtyre hoxhallarëve, do t'ju lëm do thotë mundësinë që të kontaktojnë do thotë këtë shikues nëpërmjet emailit dhe t'i dërgojnë do thotë numrat e atyre hoxhallarëve që në Kosovë njihen do thotë që e bëjnë këtë punë pak më shpesh se hoxhallarë të tjerë. Zoti i di më së miri. Pyetja tjetër, hoxhë nderuar, desha që pyes cilat prej mjeteve kontraceptive lejohen në Islam? Më konkretisht, a lejohet vendosja e spirales për arsye shëndetësore ose për ndonjë arsye tjetër me parandaluar shtatzënin, por jo nga frika e riskut, se dim që çdo fëmijë lind me riskun e vet. Po, problematika e pengimit të shtatzanisë apo si thuhet në gjuhën do thotë bashkëkohore tash planifikimi i familjes e kështu me radhë, është një problematikë që
shqyrtohet nga këndvështrimi islam në shumë aspekte dhe kemi shumë vlerësime nga ana ulemave dhe konkluza e tërë asaj çfarë thuhet në lidhje me këtë është se kemi dy lloje të formave me të cilat bëhet pengimi i shtatzanisë. Forma e parë janë disa veprime do thotë që bëjnë do thotë pengimin e shtatzanisë në formë të përgjithshme, do thotë përjetësisht, sikurse që është do thotë lidhja e mitrës apo format e ndërhyrjeve kirurgjike me të cilat anulohen vezort apo anulohet mitra tërësisht apo edhe domethënë një ndërhyrje kirurgjike edhe tek meshkujt ku zhvendoset apo hiqet tërësisht ajo mundësia do thotë e lënjes do thotë mbarsimit e kështu me radhë dhe kjo metodologji që është e njohur do thotë që aplikohet dhe ka synim që përjetësisht do thotë largohet mundësia e mbetjes shtatzan apo mundësia e mbarsimit janë të ndaluara në Islam dhe nuk lejohet në asnjë formë përveç në arsye apo në raste kur ndodhin do thotë smundjet, sikurse që është do thotë për shembull kanceri i mitrës e kështu me radhë dhe bëhet e domosdoshme heqja e saj, në këto raste është e lejuar. Mirë, në raste normale nuk lejohet do thotë të bëhen ndërhyrje të këtilla me qëllim do thotë të pengimit të shtatzanisë në formë të përgjithshme. Kurse format tjera do thotë që aplikohen sikurse që është do thotë ndër ato forma edhe përdorimi i spirales e kështu me radhë që janë do thotë përkohshme, ulemat janë në ujdi se lejohet kjo, posaçërisht nëse është në pyetje do thotë çështje shëndetësore kur gruaja është shumë e dobët dhe ka vështirësi do thotë që të ketë do thotë shtatzani të vazhdueshme do thotë çdo herë dhe prandaj do thotë për të ikur kësaj e lejojnë dhe në këtë nuk ka gjë të keqe. Dhe kjo është do thotë ajo konkluza e tërë asaj çfarë bëhet dhe diskutohet në lidhje me ulemat, ato që janë do thotë të përjetshme, të përhershme janë të ndaluara, kurse ato që janë të përkohshme lejohen, megjithëse duhet të kihet parasysh që ky lejim do thotë i ka disa kufizime që mos jetë synimi i kësaj apo arsyeja e kësaj friga nga rreziku dhe nga pasuria që s'ke mundësi ti ushqesh e kështu me radhë, për arsye se kjo është do thotë një lloj ndërhyn direkt në çështjen e besimit dhe mbështetjes në Allahun e Madhërisëm, për arsye se neve nuk e kemi në dorë rrezikun, kjo është në dorë të Allahut të Madhërisëm. Prandaj nëse kjo është do thotë synimi apo arsyeja, atëherë në këtë rast duhet njeriu do thotë i bëj rishqirtim besimit të tij, për arsye se ka do thotë një lloj dyshimi në këtë. Por nëse janë arsye tjera sikurse që janë arsye shëndetësore apo arsye njeriu do thotë dëshiron që për një kohë të pushoj do thotë në çështjen e pasjes fëmijëve dhe pas një kohe të vazhdoj, mund të jetë shkak shkollimi apo arsye tjera, nëse janë këto, atëherë nuk ka gjë të keqe, Zoti i mëshirë. Tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër, shikues të nderuar, qëndroni ne, kthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit. Shikues të nderuar, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me disa pyetje të tjera. Kemi një pyetje Hoxh, thotë selam aleikum. Para një viti e 8 muaj, ditën e 2 të Fitr Bajramit ka ora 23:20, posa rash për të fjetur, isha me nusën së bashku, më erdhi në kokën time një ndjenjë që don me u bë termet dhe në atë moment më ndodhi si një lloj sulmi në kokën time. Kam qenë tek mjekët, kam bërë shumë analiza, kanë dalur në rregull. Isha tek neurologu, ka thënë që ka qenë një çrregullim. Pastaj isha edhe tek hoxhallarët, më kanë thënë se gjithçka është në rregull, vetëm se duhet ta qetësoj veten. Duhet t'ju them se jam 5 kohë namazli, çfarë më këshilloni, sepse po ndjej frikë, ankth, lumturi nuk kam e kështu me radhë. Do thotë që të vlerësohet situata e këtij pyetësi është vështirë, posaçërisht do thotë nga këto përshkrime të cilat bëhen, sidoqoftë neve themi se ajo çfarë kuptuam do thotë nga kjo pyetje mund të jetë shkak, mund të jetë do thotë ndonjë smundje, nuk ka të bëjë do thotë me aspektin
sulmin nga gjint apo diçka do thot nga kjo, mund të jetë do thot arsye organike, do thot ndonjë sulm në tru e kështu me radhë. Prandaj un do ta kisha këshillu do thot këtë shikues që të jetë në vazhdimsi do thot kontakt me mjekët dhe posaçërisht me neurologun dhe të konsultohet me të për shkak të thotë kësaj smundje. Kurse nga aspekti i fesë un vetëm do t'i kisha sugjeruar do thotë këtij shikuesi që apo ti sqaroj se njeriu mund të ballavaçohet me sprova të ndryshme në këtë jetë, dikush smuhet do thotë në ndonjë vend tjetër do thotë në trup, dikush ka probleme do thotë edhe nga domthonë mund të ketë do thotë ndonjë sulm në tru e kështu me radhë. Prandaj mbështetju Allahut të Madhërisht dhe bëj sabër do thotë në këtë vuajtje apo në këtë smundje e me lejen Allahu xhalla ala mund të kalohet, edhe kjo mund të jetë do thotë një rrethan e një kohë që zgjat do thotë për disa muaj. Pastaj inshallah do ta dekaloni edhe do të riktheheni në atë normalitet me lejen e Allahut të Madhërisht. Zoti i dhe mëshirë. Pyetja tjetër thotë desha t'ju bëj një pyetje. Para një muaji u fejova me një djalë mirë po fejesa zgjati vetëm një javë e gjysmë, duhej që unë të shkoj te i fejumi. Në Danimark para se të shkoj, atje ai ndryshoi krejt, s'donte as të dëgjoj për mua, prindrit i ka bërë të vdekur, krejt këto kanë qenë me dëshirën e atij, u feju me dëshirën e vet, s'e di pse. Krejt po ndryshojmë se është diçka magji, po dyshojmë realisht se është diçka magji e bëme. A është e mundshme kjo, a mundesh të na ndihmosh, thotë shikuesja. Në këtë rrethan unë fillimisht mund të them se në rrjedhën e këtyre ngjarjeve them fillimisht ju duhet ta falenderoni Allahun e Madhërisht që nuk është thelluar më shumë do thotë ky kontakt apo kjo fejesë dhe ndoshta nuk i dihet hajri është më mirë që është të bërë ndërprerja se sa të vazhdoni do thotë të thelloheshit në kontakt dhe ta finalizoni do thot këtë fejesë edhe me martesë, pastaj do thot fillonin problemet dhe do të ishte më vështirë ndarja. Prandaj mos ju bezdis, edhe pse është posaçërisht për një vajzë e cila veç se ka ndërtuar do thot një ëndër të saj me një mashkull që veç se është bë do thot një lloj kurorëzimi me fejesë e kështu me radhë, pastaj për një herë që të ndërpritet ajo është vështirë të ballafaqohet me këtë një vajzë e re. Prandaj un kuptoj do thot këtë rrethan edhe gjendjen e kësaj vajze. Megjithatë themi se kjo në një aspekt mund të jetë hajër për juve, për arsye se më mirë është të bëhet ndërprerja në këtë fillim që faktikisht nuk ka ndodhur asgjë, sesa të ndodhin do thot thellimet tjera sikurse që është kurorëzimi e kështu me radhë dhe pastaj të fillojnë problemet, atëherë edhe kthimi prapa është i vështirë. Mos të themi nëse ndodh do thot me pas fëmijë e kështu me radhë dhe atëherë të kuptohet se bashkëjetesa dhe jeta me atë bashkëshort është e pamundur. Këtë rast do të ishte do thot mërzia shumë më e madhe dhe do të ishte shumë vështirë edhe ne si hoxhallar do thot të bëjmë ndonjë sugjerim të caktuar. Kurse në rrethanën e caktuar është në pyetje do thot një javë e gjys, është ndërprer, arsyet edhe nëse nuk kuptohen qartë, është më lehtë të kalohet, inshallah Allahu xhalla wala ta gjen do thot në fakën dhe mund do thot në ndonjë vend tjetër dhe kjo nuk do duaj do thot ju mërziste, sikurse që do t'ju mërziste në një rrethan tjetër. Zoti i dhe mëshirë. Selam aleikum hoxhë nderuar, i kam dy pyetje. E para thot si e trajton Islami tradhtin bashkëshortore? Një nga mëkatet më të mëdha që mundet me i bë besimtari musliman në këtë botë është të thotë që të ketë marrëdhënie të jashtëligjshme me ndonjë femër të huaj. E keqja bëhet edhe më e madhe kur ai mashkull është i martuar. Për arsye se në këtë rast do thotë bëhet do thotë një duke pas njeriu apo duke pas besimtari një formë do thotë të marrëdhënieve që e ka të lejuar të kërkoj do thotë që atë ndjenjë dhe instinkt vetin do thot ta shuaj do thot me një formë të ndaluar duke pas halallin, atëherë ky mëkat është edhe më i madh. Prandaj një nga veprat më të këqija është do thot edhe Allahu xhalla wala e çon edhe punë të flisht do thot në kuptimin e ndytësisë e kështu me radhë, dhe është do thot një nga gjërat më të këqija që mundet me i bë besimtari. Prandaj muslimani duhet me i largu dhe mos më afru fare. Për këtë edhe Allahu xhalla wala kur flet për zinan, për amoralitetin thot wala taqrabu zina.
dhe mos ju afroni do thot amoralitetit, që nënkupton ky afrim nuk ka qëllim vet aktin e kryerjes, po nënkupton edhe të gjitha rrethanat që mund ta shpihen do thot besimtarin në mendim apo edhe në kryerjen e këtij akti të shëmtuar. Prandaj vet do thot fraza në mënyrën se si ndalohet kjo, nënkuptojmë se sa punë e keqe dhe e rrezikshme është për besimtarin do thot kjo vepër. Zoti i mëshirë. Të pyetje e fundit thotë a kemi hafuza kosovar në Kosovë? Po si s'kemi, do thot kemi ka prej hoxhallarëve që janë hafuza dhe e njohin Kur'anin përmendsh, po ka edhe prej djemve të ri që unë njoh do thot personalisht, ka edhe prej vajzave që dinë do thot Kur'anin përmendsh. Mirë po, nëse jemi korrekt dhe bëjmë një lloj krahasimi me vendin apo me rajonin, atëherë shohim do thot që numër më i madh i hafuzave është do thotë më shumë ka në Maqedoni se sa në Kosovë. Për arsye se atje tradita edhe e hoxhallarëve, edhe mësimi i Kur'anit do thotë përmendsh në xhamia është më i madh se sa do thotë se sa në Kosovë. Në Kosovë pothuajse në kohën e komunizmit ka qenë kjo fare mos ekzistuese, kurse kohën e pas luftës ka disa iniciativa, megjithëse në krahasim me Maqedoninë do thotë prap është e dobët të duhet hoxhallar do thotë punojnë në këtë aspekt më shumë. Por kjo nuk nënkupton se nuk kemi hafuza do thotë në rajonin tonë. Zoti i mëshirë. Ju falenderoj që ishe sot në emisionin. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikues të nderuar, falenderoj edhe ju që na ndoqët, takohemi sërish inshallah javën që vjen. Deri atëherë, selam aleikum.